Një operacion masiv kundër trafikut ndërkombëtar të drogës ka filluar sot në mëngjes në Itali duke ushtrirë më pas në Shqipëri, Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar mbi 150 oficer financiar nga Komanda Provinciale Brescias. Me mbështetjen e Europol, Eurojust dhe forcave të tjera policore po zbatojnë 24 masa paraprake dhe po sekuestrojnë rreth 3 milionë euro, njoftojnë autoritetet italiane që po drejtojnë këtë operacion. Hetimi i koordinuar nga zyra e prokurorit antimafjas në Brescia është rezultati 5 viteve hetime intensive nga viti 2020 deri më 2025 në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe zvicerane. Si pjesë e ekipit të përbashkët hetimor, hetuesit përdorën teknika të sofistikuara, përfshirë përgjimet telefonike, deshifrimin e bisedave të koduara dhe mbikëqyrje të vazhdueshme në terren. Sipas hetuesve, organizata kriminale importonte kokainë nga Amerika e Jugut duke përdorur rrugët tregtare drejt porteve kryesore të Europës Veriore. Droga më pas transportohej në Itali me mjete të rënda, ku magazinuan 6 baza logjistike, të cilat shërbenin si qendra shpërndarje dhe menaxhimit parave. Sipas raporteve, grupi ka transportuar mbi 1300 kg kokainë me një vlerë të mundshme tregu prej miliona eurosh. Parat nga shitjet e drogës ktheheshin tek drejtuesit e lartë të organizatës, duke u transportuar nga Italia në Shqipëri, nga shoferët e autobusëve të ngarkuar me shuma të mëdha parash të gatshme. Gjatë operacionit, hetuesit arrestuan 10 anëtar të grupit dhe sekuestruan 550.000 euro, 10 automjete, një armë dhe 130 kg drog, kokainë e heroin, që do të kishin sjellë afërsisht 12 milionë euro në treg. Më shumë se 35 kontrolle po zhvillohen në të gjithë Italinë, duke përfshirë njësitë speciale të qenëve për nuhatje droge dhe parash, teknologjitë avancuar dhe personel të specializuar, antiterrorizëm dhe reagim ndaj emergjencave. Autoritetet paralajmërojnë se hetimet do të vazhdojnë dhe se goditja ndaj këtij rrjeti kriminal është vetëm një hap në luftën e vazhdueshme kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni tregon një nivel të lartë koordinimi ndërkombëtar dhe sofistikimi kriminal, duke nxjerrë në pa sfidat e mëdha për parandalimin e rrjeteve kriminale që operojnë mes Shqipërisë, Italisë dhe pjesëve të tjera të Europës.